Një minator 40 vjeçar u plagos rënd të enjte në një minjer kromi në Martanesht, rasti i dytë brenda pak ditësh në rajonin e Bulqizës. Ngjarja u bë publike vetëm një ditë më pas, duke ngjallur shqetësime për transparencën dhe sigurinë në minjera. Sipas policisë, aksidenti ndodhi me 29 maj 2025, kur shtetësi i D u dëmtua në këmbë gjatë të punës. Ai u transferua në një spital në Tiranë duke anashkaluar strukturat mjekësore lokale në Bulqizë dhe Dibër. Autoritetet garantuan se gjendja e tij është e qëndrueshme dhe jashtë rrezikut jetësor. Kjo ngjarje vjen pas një rasti të ngjashëm 2 ditë më parë në minjerën e ACR-s në Bulqizë, ku një tjetër minator u plagos, por u tentua të mbahej e fshehtë. Vetëm pas presionit publik, policia njoftoi me vonesë aksidentin. Incidentet e përsëritura në minjerat e Bulqizës dhe raportimi me vonesë ngrej pikpyetje serioze rreth respektimit të protokolleve të sigurisë dhe transparencës në këto minjera. Ndërsa minatorit të plagosur i urohet shërim i shpejtë, rasti duhet të shërbejë si alarm për autoritetet dhe kompanitë minerare për të marrë masa për të garantuar mbrojtjen e jetës së minatorëve dhe raportimin e menjëhershëm të incidenteve.